Sabri Feyzullahu është një nga këngëtarët më të pëlqyer të trevave shqiptare. Duket se Sabriu nuk ka ndërmend ta heq mikrofonin nga dora, pasi edhe pas 5 dekadash ai vijon t'i vërë zjarrin skenës kur del dhe të ngrej publiku në këmbë. Po sot do të flasim për një pjesë të jetës që këngëtari ka preferuar ta mbajë sekret, sepse është një moment që ka lënë gjurmë të thella te ai. Sabri dhe Nera Feyzullahu janë çifti që shprehin vetëm gëzim, por sa prej jush e din që pas këtij portreti të lumtur familjar fshihet një kapitull i mbyllur dhe shumë pikpyetje? Përpara se Nera të bëjë bashkëshortja e tij, legjenda e muzikës kosovare ka kaluar një tjetër martesë. Një martesë që përfundoi në divorc. Për vite me radhë, mediat heros dhe thashthemet e rrugëve thurën histori nga më të ndryshmet, tradhti, xhelozi e sëmur, disa shkuan deri aty sa deklaruan se arsyeja e divorcit ishte sepse ish bashkëshortja e Sabriut u dashurua me shokun e tij të ngushtë. Të vërtetën e dinte vetëm ai, dhe pas dekadash heshtje, Sabri Feyzullahu vendosi të flasë. Më në fund, ai ka treguar të vërtetën për atë që ka ndodhur mes tyre dhe arsyen e vërtetë të divorcit. Sabriu tha: "Ne kishim këndvështrime krejt të ndryshme për artin. Unë jetoja vetëm për skenën, ndërsa ajo, ish gruaja ime, e shite jetën shumë ndryshe nga mua. Dhe kur dy botë nuk bëhen dot bashkë në një, thyerja është e pashmangshme." Sabriu ka hedhur poshtë zërat se tradhtia ka qenë arsyeja e divorcit, ndërsa u shpreh se ai tashmë është me fat që ka në krah një grua si Nera. Për më shumë lajme interesante, bëjni subscribe kanalit ton të YouTube-it. Faleminderit që na ndiqni.